Leonora Jakupi dhe Olta Gigjari janë opinionistet e Big Brother VIP Kosova 4. Këto dy opinioniste janë mjaft atraktive, të bukura dhe shumë njohshse. Por, si do t'ju ecë puna këtyre dy bukurosheve, do t'a shohim. A do t'a ketë fatin e njëjtë Olta me Leonorën, sikurse që e pati në Big Brotherin e kaluar me Mirajm Zekën. A do të jetë shoqe me Leonorën, apo do të jenë rivale, mbetet të shihen. Leonora Jakupi në anën tjetër është njëra nga këngëtarët tona më të mira dhe me një karrierë shumë të mirë dhe me shumë hite. Leonora, përveç skandalit me Adelinën që kam pasur, nëse mund ta quajmë skandal, nuk ka pasur ndonjë hatërmbetje me kolegët e tjera të paktën publikisht. Dhe kjo e bën që Leonora të jetë njëra ndër këngëtarët më të mira dhe me një karrierë shumë të mirë deri më tani. Por se si do t'i shkoj roli i saj si opinioniste në Big Brother VIP Kosova 4, mbetet që ta shohim. A do të ketë ndonjë mosmarrëveshje me kolegën e saj të re, Oltën? Kjo mbetet një pikpyetje e madhe, nga se thuhet për Olta Gigjarin se nuk mban raporte të mira me shoqet e saj apo me bashk kolegët. E për Leonorën nuk ka arsye që të mos mbaj kontakte të mira, raporte të mira me të. Mbetet gjithçka që të shihet në ditët në vijim. Prajmet e Big Brother VIP Kosova janë 2 herë në javë, të hënave dhe të premteve, dhe ne sigurisht do t'i komentojmë live në çdo publicitet të tyre. Mos harroni na ndiqni duke na bërë subscribe dhe ne do t'ju informojmë të parët. Faleminderit që na ndoqët. Shihemi në video të tjera.